Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, nëse paqja dhe bekimet qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, jemi përsëri në takimin e radhës me emrat e Allahut azza wa jall. Dhe në takimin e fundit kemi marrë për emrin e Allahut El-Mu'min dhe kuptimin e këtij emri në raport me Allahun azza wa jall. Dhe sikur që dini, tradita dhe metoda jonë e ndjekur në këto ligjërata është që pjesa e parë të jetë për kuptimin e emrit në raport me Allahun dhe pjesa e dytë kuptimi i këtij emri në raport me neve. Çka duhet ne të bëjmë? Edhe pse këto janë ndërlidhta. S'u më pas Allahu kuptim diçka, e na më pas ndikim këtë diçka tjetër. Ato janë të lidhta me zveti, por është mirë që edhe këtu me inkuadru dhe me inkorporu në këtë kuptim që ma praktikisht të kuptojmë se çfarë përfitojmë nga ky emër. Përfitime që i marrim nga emri Allahut El-Mu'min janë të shumta dhe janë të ndryshme. Por para se të filloj me fol për kuptimet dhe ndëruar, dua që të bëj një sqarim, mund ta quajmë edhe vrejtje, sikurse çu doni, po më nëse është e domosdoshme. Nuk e di trajtimin e juve përballë kësaj që po mirë deri më tani. Nga se kjo çështje nuk është duke u trajtuar kolektivisht, apo na po marrim ligjëratën, po pastaj çdo kush pinëve individualisht po mirret me këtë që po mirret, që po trajtohet këto. Po dua të them që këto dobi që po i marrim, në veçanti kuptimet mundën mu harrua këto. Tek e fundit, pse duhet më marrë mend kuptimi jam të Allahut azh. Mirë, po flas për pjesën e dytë, ndikimin e këtyre emrave në jetën tonë, në imanin tonë. Kuptimi i këtyre emrave në raport me neve është një çështje që duhet të ndëruar me 10 herë, të lexohet, të studiohet, të meditohet, të kuptohet derisa të thellohet në zemër. Qase kjo nuk është provim që ki me të vetë nesër dikush. Apo jo, po kjo është edukat që të vijnë ty me reagu në kohra caktuara. Tash paramenati për shembull, sa herë gjatë ditës të vijnë me reagu me kuptimin e Allahut El-Mu'min nuk e ki ndërsa e ke marrë atë. Për shembull, na më marr tash emrin e Allahut me voni provim këtu. Hajt ndikimin e emrit Allahut Ar-Rahman në jetën tonë. Mendoj që ndoshta niveli i përgjithshëm nuk do të jetë 100%. Unë kur them 100% me konti kur po diçka harrohet, unë thash tolerohet me u harru në rrafshën e parë. Nuk e din gjithsesi çka i bën El-Melik, apo ose komplet çka on Melik. Kjo e ka një farë lloj dozë tolerimit apo. Nga se tek e fundit kjo është aspekti teorik që më shumë komo se tani me taku një hoxhë ose diku që është xhamat. Dhe pse mos i mësojmë duhet me ditë. Sa kjo njohja e kuptimit të emrit përfshihet në atë hadithin kush i përfshin hyn xhenet. Andaj pa e ditë të kuptimin nuk mund të përfshin hadith. E don shpërblimin e 99 emrave me hyn xhenet, në këtë 99 përfshihet edhe kuptimi i tyre që na po e marrim. Po tek e fundit kjo çështje e ambicieve dhe vullnetit apo. Po kur flasim për dobit, edhe nëse 100.000 herë përsëritet i njëjti, apo duhet me kuptuar se kjo është thirrje serioze që të ngulitet në zemrën tonë ky kuptim. Qoftë emri i Ar-Rahman, Malik, Quddus, Salam, që ke marr, po edhe mu'min tash po e marrim. Andaj ju inshallah jeni në atë nivel, në atë grad, por nuk prish punë jeni me përkujtu. Ju përkujtoj që do të thotë keni përgjithësi, kjo është nafile, keni përgjithësi për balltën e pikave. Që ti merrni dhe ti bëni pjesë të jetës së juaj, të edukatës së juaj. Kjo nuk është proces që bëhet me në javës. Andaj mos e merr thjesht. Në çdo javë po marrëm për emër caktuar. Apo andaj shumë shpejt ne atu shku, ndërsa ajo që i vjen nefsit me miell është shumë agat. Nëse ja hu për anën edhe hapin, problem është tani menzon në herë apo. Andaj bëni një rregull caktuar që mund ti teorikisht merr se duhet të marr. Nuk mund na tash një emër në 2 muaj më përmend, se kjo ndarje ka ndikime negative, na duhet më shku që kanë një javë. E po shpejtësia që po marrëm në rrafin teorik, apo nuk kupton tash se duhet të edhe që ashtu më kuptu se praktikisht shkon. Po unë mësova i bona tash vazhdojmë atutje. Jo, i marr edhe i bën më të vërtetë sikurse kanon lemat, sikurse një fryt që e shtrydh. Apo e shtrydh në gotë edhe e pin. Edhe bëhet pjesë e gjakut tënd, bëhet pjesë e qenies tënde, bëhet pjesë e trupit tënd. Që kur vjen çështja me reagu me këtë kuptim,
reagon me një lloj automatizmi, pa u medit, pa u hamend fort, nga sa është bërë pjesë e jetës tonë apo. Sikur të thash tek çështja e Allahut el Mumin, edhe ta marrim. Ti gjithmonë je i sigurum. Sigurumi ti çka ki Muhammed ka më shku hopta. Andaj valla njerëzit sot ata që janë siguruar me sigurime profesionale, kasko, masko, çana tëra, apo haj se ka gale ku e rroka çka bën apo. Se si s'ka mënia pak se sa kushton një pjesë e kert, me automatizëm ja siguron libreza sigurimit apo thotë. E ki këto, më shoj se ki gale, apo kupton? Sigurohet. Më një herë, është i qetë bile. Me një librezë në xhep që e ka që ka hapni njëri apo, ta paguajnë ti apo. A funksionon nën këtë rast me raportet se e ki në zemër sigurimin e Allah xhallahu ala se çka ku të prishësh ty në këtë rrugë ta paguaj. Sigurumi, çfarë ke gale? Po dora po më dhan, po të paguat, sa ki problem këtë punë. Spodimet keri i ri, 2012 me kon e rrok dikon, edhe si dim se sigurimi më lan mua. Se ka gale, as lutë si shkon. Nëse pa gjishte më ndrydh, thotë e çam gjet, po edhe ky është i sigurum tek Allah xhallahu ala. Fakti që ti ke besuar në Allah xhallahu ala ke në shumë më rreth sigurisë. Krejt që kanë këtë rrugë gjon të paguat. Krejt i sigurumi. Andaj këtë televizia nuk unë me kuptu pa e shtrydh këtë ujë në zemrën tonë apo. Për këtë se në hamen sabët, kajtë e ka nëme, ka boja, pse? Sigurum është taj. Se për i gale ti. Edhe kur të ka siguruaj që ka emnin i sigurt, el mu'min. Nëse njerët i besojnë atyre që në sens që në gënjeshtar, po është i sigurum. A emnin se ka i sigurt. Mund me konë njëtë në përdish me gënjeshtari me i madhë. Apo? Po me gjithat një farë regulore, një farë ligje është që ekziston, çaj e jap një garancë që mos e ki gale të japën. Se na sigurojmë ty japën. Ne sot njerëz sigurojnë jetën e tyre. Sigurojnë shtëpitë, këtë çka ka është fund sigurim. Apo? Dhe njerëz paguën e japën pse? S'është problem tani çan ndodh më soi, se shpaguhet dhe kompenzohet apo. Andaj po më thonë që ju kuptoni vetë vëllaznia apo. Wallahi çdo obligim që kryjm për të Allahut ozhet. Dhe çka do qoftë ai? Çdo largim nga aroma që ti e bën, gjatë kësaj rruge, një therr me bën me ti, një therr e vogël apo. Kësi sigurimi s'ka, a ka një sigurim që me ti therrat paguajnë? Një therr e vogël me ti, apo? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhallahu ala ja ngrit drejtat apo. Hatta shawkata yushakuha, apo? Një therr ka bën me i, Allah me te afal gjinat apo. Që din të mos i sigurum, ama kur është në rrugë ti, kur jarga dikujt tjetër, to s'flet sigurimi, se sekond u tham. Prandaj kjo muslimani jap me kuptuar që në çdo rrugë duhet me kon, edhe sa i qiet duhet me kon. Se hinëm paran tek kuptimet edhe reflektimet e këtij emri, po do të më prusi një shembull, domthon konkret se çu duhet me shtrydh kët ujë apo kët lëng, apo thuhet kët ilaç, se ky është ilaç që shëron metat tona. Në pasaj dalin dalë me pi. Asë një ilaç nuk është se të merë sirupin, me ere pin këtë bardakun, se a i të një pi ilaç e shëndrot në smunje. Dëmëtën a jepëtën. Do të me pi kajluk 3 henditje, me pi 7 dit, 10 dit, që ashtu të me pi. Një ilaç për një flamë të vogla. E që fa ta mëna për një ilaç që duhet me shnur të atë bardak që mëranë, të atë meta që në po, të duhet ka dalë kajluke, ama duhet me pas kontinuitet. Në qësë nuk e jep kohë dur, funksionit ti mund me kon tani i pa garantum. Se Allah ka garantu që kështu të shërosh apo. Po ti i merre u kënaqe me shku me morrë me, kështu s'ka siguri që shërosh apo. Kështu s'ka. Pa nganjëre mos vendosja edhe mos ndjekja e disa udhëzime në mënyrë të vazhdueshme apo një produkt që në esencë është dobishëm është në ndamshëm apo. Sigurisht se kom thënë një shembull konkret, edhe më herë ju kujtohet, që ose e merr një copë mishi, në esencë mishi është i shishëm, është i këndshëm, është i ushqyeshëm, njerëz kanë qef, apo mi po ti me marë mishin, do të me vendosë në ujë për me e zi. Dhe e lenë që ashtu njërë të vazhdushme, me vludë e të përfundan procesi i zirës, apo. Po që ofse e merë atë copë mishi, apo në piron, edhe e vendosë 1 minut në ujë të valë, pas të e në zirë. E ma në pak për jashtë, opet e në zirë, opet e ma në për jashtë. Qka bëhet me ta? A i shkon të u forcu të bugure, nuk kërë për më hongër ma jepë. Apo, pse? Vem se ke respektu regullën e vazhdimësisë, kontinuitetit, apo. Ose me marr për shembull një produkt në frezë që duhet më nejt në frezë apo e merr më 2 minuta tani çet për jashtë 5 dakika. Apo të shtim rana 2 minuta apo të për ç'a bëhet me to? S'ka shije më i prishet komplet apo. Prandaj edhe këtu e merr zemrën 2 minuta nders kënaqet. Tani nxjerrë për jashtë pak apo me dynja, le të merr
le të merr ajër në dytë. Se jo ajër të pasur, tani kthej apat, kështu edhe e lodh zemrën. Andaj Muhammed ibn Munkadir i ka thonë djalit ti, djali jam apo thonë, "Nina të falë, dy na të flaj." Apo ka thonë 30 në gjina, 50 mos gjina, ka thonë, "Ma ala hadha taslihu al-qulub." Kështu zemrat në rregjit apo. Zemrat nuk rregjit apo thonë 2 ditë kënaq, 50 mos u kënaq, kështu s'don atë. Don kontinuitet dhe vazhdimsi apo. Nëse më pak po ec savur. Vazhdo dhe këmbgul në përmirësim apo. Prandaj duhet të them që këto që po i marr këto pika, le të jenë programi joni i përditshëm ditë për ditë, mos po them merr kaç ose saç, se kjo çështje pas individuale çdo kujt. Po le të jenë brengë joni e përditshme, çdo ditë na morëm diçka pikë kësaj që po mësojmë atë. Ka se çështo me lenin Allah xhallahu permision zemrat. Sa i përket kuptimit të këtij emri të Allahut El Mu'min në raport me neve, dietarët sa mi kanë përmend disa prej dobive, po duam disa prej tyne me i përmend para juve. E para ndëruar si e zakonshme. Si e zakonshme, po nuk duhet bëhet e zakonshme për neve. Ajo është e zakonshme për mend dhe renditje. Po për ne duhet të qenë gjithmonë e posaçme. Ajo është dashuria ndaj Allahut azh. A nuk të ashton dashuri veç mullin e ditë me meditua, për emrin El Mu'min. Të ka siguruar në rrezik, të ka siguruar në fe, të ka siguruar në jetë, apo të siguron që të ndihmon, të siguron që të përkra, të siguron se kur të falendrojsh ta shton, të siguron se kur të adhurosh shpërblen, të siguron se kur të kërkosh për ti të jap. Këto sigurime që nuk mund mi numëruar ti sa apo. Apo seslla prej tyre, sa të kujtohet në kokë, duhet me e derdh pe kokës në zemër një hisë të caktuar të dashurisë ndaj Allahut azh. Me dashur Allahu xhallahu ala. Ata njerëzit duhet të kuptojnë se nuk ka mirësi, wallahi nuk ka mirësi edhe më e vogla qoftë ajo e që nuk kem pe Allahu xhallahu ala. Sikur se kem përmendur emrat e El Malik, El Rahman, El Rahim kështu më radh. Andaj kush e ka siguru për shembull se gjithmonë do të jetë kjo sasi e oksigjenit apo. Allahu azh. Më sikur se thonë shkencëtarët apo një dozë më e madhe dioksid karbon më u fut mbrana, veç një shumë e vogël apo, ose një dozë më e pak e oksigjenit me automatikisht rinin me apo një ngulfat apo. Kush e ka siguruar? Kush e ka siguruar se ti rehat apo unë e marr përsipër sikur se kemi përmend. Unë e marr përsipër funksionimin e zemrës apo, sa e punon habitet hormonale apo. Kush e ka marr përsipër se diellë rënd gjithë se ti kurrë më nga zvjen me na djeg. Kush? Allahu xhala ai të siguron. Mos thot dielli kur nuk vjen më poshtë. Allahu ka garantuar. Na ka siguruar. Partituna të lirë. Për na më pas galën çdo natë kur më flet, deri sa bata dielli mos po ungjit më poshtë na koll ton vapa. A mund na flet rahat apo? S'u flet. Çfarë bëni kur bjen natë më flet i shkon mëna për këtë punë apo? Apo se mos von sabah, për shembull, çfarë bën ti? Ai makhlukat o krijesat apo? I tekët më rama poshtë. Kush e nal? A mund na menal? Veç që kemë të shkumena si, veç ma poshtë me bumera, apo tu lindaj, tu djeg njerës të poshtë, apo. Kush siguran se flajt e rahat? Se a i s'bjen poshtë, ja. Allahu Gjallahu të ka siguru. Wallah veç aja, apo. Ane sigur se të thotë Allahu Gjallahu ala, ma jaftahillahu lin nasi min rahmetin, fela mumsika laha. Në qofë se Allah në surën Fatir, ajeti i dytë. Në qofë se Allahu Gjallahu ala, ma jaftahillahu lin nasi min rahma. Nuk ndodh që Allahu xhallahu ala jeftah. Të u çel njerëz në rahmet saktum e që dikush më qumë mshëla. S'ka mundsi të kur. S'ka mundsi. Qofse Allah e ka çel një derë me të pikë rahmetit ty apo thot krejt gjint e njerëz më qumë mshël, s'ka mundsi me mshëla apo kur. Kur s'mund me mshël. Çat vi të rahmetit që Allahu xhallahu ala e ka çel për ty apo. E po ato që Allahu xhallahu ka mshël, sigurisht wa ma yumsiku fala mursila laha min ba'di. Kush në qofë sa e mshel, kush ta qenë këtë rahmet mas ti? Kush ta qenë? Këtë mu qume ta, së në qenë? Ajtë siguran, se në këtë derë së ta kumë qelë të rahmetet, këtë mu së në mshelin. Sigur të ki. A nuk të ashton këtë dashurin për Allah në gjellë e vala? Mësë përëm dashuri në kuptim teorik, po dashuri të përjetume. Dashuri që Ibn Qayyim rahimullah e ka përmenë se reflektimi i saj pastaj është tridimensional. Kur njëra bëdon Allah në zëgjel, apo, kjo reflekton në 3 dimensione. E para, cila ka me ka imë Allah? Kemë përmenë të dashurin dhe Allah në zëgjel. E para është se, ja leson adhurimet. Ja leson s'ka më taj neglijenca.
Dashuria e bën që njëri më fituru. Sikur se ceka, ato që e don vallahi syr kur na krep pas që u bë shumë vallahi. Kënaqesh me 5 sahat, u shkuan si me kon 5 minuta apo. Nëse me Allahun halas nuk kanë bëu çështo krepat apo. Andaj dashuria është mungo. Pastaj e dyta ka thonë, jo që ta lehtëson, po edhe ta bën shishme, ledhidhe. Dashuria ndaj Allahut xhallahu ala i jep shija adhurime vota. Shije të posaçme, që kush e ka shiju, s'nat besoj më kur s'nat. Andaj më ka pëlqyer shembull që ka thonë dietar në lidhje me këtë që thotë ke pa kur den treg. Kur den treg, ti për me bërë 1 kg djath, nuk duhet më hungur 2 kg djath me vleçat 1 kg djath. Apo 2 kg pH e ka mirë ama tash 1 kg. Ja, ti e merr një copë të vogël atë, e kërkon. Të pëlqen të rami 3 kg. Më herë. Si pasojë shkafit e një shime të vogël atë. Nëse adhrimin im të shiju, halas po am një 3 tjera atë. Çato s'u bimam që duhet atë. A që duhet shija s'ka depërtuar si duhet në gjuhën e zemrës sa duhet atë. E këtë si dashuria ndaj Allahut azza xal. Pra këtë dashuri duhet me kultivuar me diçka, këtë zemër duhet me ushqim me diçka. Çtohen njohja e Allahut azza xal. Para ta arsye ka unë lemat, kush e njeh Allahun e don më shumë. Që kjo është praktikisht. Me njoh si mu'min, me njoh si Malik, si Kudus, me njoh si Selam, si Rahman, kjo njoh kur grumbullohet edhe ushqiet zemrën me ta, në mënyrë të vazhdueshme, duhet Allahu xhallahu ala. Dhe kjo dashuri ka pas këto reflektime, që i leson adhurimet, ju jep shi adhurimet, edhe gjithashtu ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, i leson sprovat, tani dhimbta te këto punë sana, këto as nuk përmenden bile, Allahu na ruaj. Por mungesa e dashurisë e shton ankesën. Mungesa e dashurisë e shton ankesën. Sa më shumë njerëz duhen me zveti, më pak ankohen për një tjetër. Sa më pak duhen me nxit pret dikun me rasti me shajt tjetër apo. Mo anku, vallahi filoni është apo se s'ka dashuri të sinqert. S'ka dashuri të sinqert apo. Andaj gibeti përhapet në shoqëri ku s'duhen njerëz që duhet apo. Shpifja përhapet ku njerëz nuk duhen sa duhet, se s'ka çmim ai motë ai njëri apo. Për një send vogël ja përdos nderin, ja përdos fytyrën, ja përdos imanin kështu me radhë. Andaj dua të them që kuptimi i këtij emri nën kupton shtrimin e dashurisë ndaj Allahut xhallahu ala. Dhe ky shtim i dashurisë nuk është qef që bëhet, apo po është sen që përjetohet dhe ky përjetim shtrihet në këto 3 dimensione. Andaj gjithmonë duhet na me emat ndikimin e këtyre emrave në zemrën tonë në bazë të këtyre 3 mejdanave. Lehtësimi i adhurimeve, përjetimi i shijes së tyre dhe tekalimi i sprovave. Qysh po shkon hesapi? Edhe ka Ibn Qayyim rahimullah në kuadër të lehtësimit është edhe kush? Largimi i hamendjeve, largimi i vezveseve, largimi i komplekseve. Apo, s'ka komplekse për këtë punë, ku ti vjen dashnia pe Allahut ajo bën që sikurse njerëzit vallahi se s'po keni papi, dashisë rrajshme, i kanë hub marrët, e kanë hub kompleksin. Çka s'bën e paruta, apo vjen marrë me kalu pa tyne. Apo, a në esencë edhe atë që kjo s'bën ç'është. Mirë po, dashuria e rrajshme që e kanë në veti, e ka ja hub marrë dhe komplekse. Andaj, a nuk duhet besimtarë me konë ma i avancum këtë drejtim, kur bie fjala për më kompleksu, s'kompleksuat, e kur ti vjen namazi falet, apëtër. Si vjen marrë me dalë me grunë e mbulu me rrugë, si vjen marrë me katu që, si vjen marrë. Çka e bën mund një krenar për këtë punë? Dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Wallahi, sa më shumë e dën, më shumë i krenar, apëtër. Sa më shumë e dën, më pak komplekse ki, apëtër. Ka se ndihesh ti jeni kaq, s'u vjen marrë juve. Sigurisht e komsek në disa ligjrat të tjera, na duhet nga fuqia e praktikës tonë ti kompleksojmë tjetë që s'po falen ato. Jo e kundërta. Dhe kjo arrihet me lejen e Allahut xhallahu ala nëse na jemi stabil dhe jemi unik këtë drejtim. Andaj këtë dashuri e kërkojmë. Që këtë dashuri të arrihet tash me këtë kuptim të këtij emri, por edhe me emra të tjerë që kemi folur dhe të flasim me lejen e Allahut te barekuhu teala. Andaj reflektimi i parë i kësaj që morëm deri më tani dhe kuptimi i drejtë i këtij emri në raport me neve është të shtohet dashuria dhe për 990 emra të folshëm gjithmonë kjo e para ka më kon. Qase njohja e Allahut xhallahu ala duhet me të çup me dash. Dhe dashuria nuk është proces që përfundon me një javë, apo por është projekt i jetës. Ti mund 200.000 vjet me rnuar dhe hala mos me dash Allahun që duhet atë. Pra është çështje që duhet të investohet gjithmonë te, duke i matur mejdanet që i përmendëm që i ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah. Dhe kjo është e para. Shtimi dashurisë në kuptimin e drejtë të kësaj dashurie. E dyta që e kanë përmendur dietarët është na shtohet imani. Wallahi kur njëri kupton çfarë feje, çfarë Zoti, apo a nuk shtohet bindjen te, nuk shtohet besimin te, padyshim se po.
Dikush thot imani, na kuptojmë imanin teorikisht se shtohet edhe paksohet. Teorikisht Ehli Sunne wal Jamaa thot imani shtohet edhe paksohet. Por kam një përshtypje që në rafshin praktik na zbesojmë çështo. Apo na zbesojmë çështo. Se një njeri për shembull që unë kom përmend një shembull konkret në raste të tjera. Një njeri i cili e din në këtë dunja se nuk ka mundësi, s'është e mundshme, apo nuk është e mundshme ai këtë parët e dunjas më mi pas. A është e mundshme? Këtë çka ka në dunja parëve që mi pas. A është e mundshme? Nuk është e mundshme. Mirë po, punan, thusë është që e mundshme. Që është i kështë njështë të punu për dunja. Këtë çka ka angazhohet, edhe pse e din në fund merr diçka të kufizuar. Por jep tërë mundin që asaj me fitu, që asaj me arritë. Njerëzit e dinë se pushteti tyre është shumë i kufizuar. Mund me kon kryeministri një shteti që në raport me shtetet e tjera s'është kurrë. Apo por ai e jep jetën një sikurse e jep ai që e ka shtetin e madh. Apo çka punon më shumë për më bë udhëheq një shteti të madh që s'bën ai më bë shteti të vogël. Njëjtë bën. Po ai ka mundësi të më të mëdha, ky mundësi më të vogla, por s'po flas kuptim mundësive, po flas kuptim të angazhimit. Ky ndodh që ata që punojnë për vogla më mundun më shumë se ata për të mëdha apo. Andaj ai e din se të vogël ka më marr, sa ai kur del forman parti politike në Kosovë, apo ai nuk mani më që bëhet këto Amerikës në herë apo. Ha çdo të më mund me marr sa të çazohet të mirë shkon apo. Edhe e sheh punon një sikur sa ai zgjidhje që i patën në Amerikë. Çaj, ka 20 sa ditë me kampanja, mundon edhe pse e din, në fund rezultati është që ta kufi. S'ka më thon. Por punon sigurisht me kon shumë e gjon. Çunë këtë gjest. Në anën tjetër na besojmë se imani s'ka kufi, s'ka territor. Apo nuk mund të timi për kufiu territori imanit apo. Mund me kon sigurisht ka Hazrat Basriu sa kodat më të mëdha dunjas. Çaj mund më bëu, edhe më shumë. S'ka kodër që është e madhe që mund me përshku që ka që imani rritit apo. Te ky ka shtet, apo nëse munosh pe lokalit ton, apo mund me dal, mund bon mahall. Pe mahalla që tani pe mahalla mund ka krahasime. Në iman s'ka krahasime që është. Suni thotë diku çore, nëse investon në iman që ka që bëhet imani. Më shumë zbot. S'ka kështu. Iman nuk nje territor, nuk nje kufi. Apo dhe në anën tjetër një thërmi e ti me bë mu të pagu, është e pa krahasueshme që i pagu ti që me krejt që ka kaptë. Me mundin që e ka. Me gjithat e na e shojmë se ata punojnë për ato të kufizumën dhe për ato që krejt me e grumbullu, nuk bën sa një thërmi imanit, punojnë sa ishdasht një musliman në mesatarën me pas për ditëshme. Jo në kampanja edhe në kusë zgjidhje. Prandaj, po them që na teorikisht besojmë se imani shtohet e paksohet, por praktikisht nuk e bëjmë me një kësaj puna atë. Se imani shtohet Allah. Me një thërmi iman ç'a mundsh me bë. Shikoj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ditën e gjykimit kur bëhet pastrimet e ndërmjetësimet, Allahu thotë shkon e nxjerr në pi xhenemit. Tash kur themi iman, imani është fjalë dhe vepër. Që kjo është termi iman. E Allahu thot shkon e nxjerr në pi xhenemit. O Allah nderuam. Jo më nxjerr pi burgut. Kjo është nimet. Nxjerr pi xhenemit tu djeg atje, ai që ka në zemër sa një kokër gruni iman. Shikoj, një kokër gruni. Te ai kushton rëndësi sot një kokër gruni? Një kokër gruni është e mjaftueshme me të nxjerr pi xhenemit. Nëse ka iman. Paramenon që dhe qaj është sa kokra e kikirikut, apo e që se buhet sa kokra e lethis, e sa kokra e arrës, e sa kokra e kokosit, e sa kokra tani mos ka kufi. E tani këti qaj dhe Allah, që mi jap këti njëri, apo? Kështu që shpaguhet, që është murit. Thët sa habbetu khardel. Khardel është me zgrumët dhe kikiriku, që të dikun është, apo? Që të dikun është, si leblebia. Qaq me pas iman, në zemër, shka dhe në zirën e pejgjenimit, apo? Qaq me pas. Qaq me pas, del për gjenemi. Del për gjenemi, Allah të qaq me pas. E që ka të me, sa do me marë, si për me, nëse me që i kaq del, subhana, unë së me për mu sënë gratë e gjenit të pasaj aftë. Andaj, duhet kjo, shtimi imanit, përbën për neve interesim të madhë. Me qëka shtuat imani?
E njohi Allah xhallahu ala dhe njohja ti me emrin e tij el-Mu'min e shton këtë iman. E shton iman, e shton bindjen. Ne më na vjen yekini. I dërguari sa son ka bëu dua për yekin, për bindje, që Allah më ashtu bindjen. Sikur se ka në hadithet e ndryshme, Allahumma inni as'aluka ash-shaja'ata wal yaqin. O Allah, unë kërkoj për te me për guximin edhe bindjen. Shikoj çfarë kombinimi i mrekullueshëm apo. Nga se guximi është ai e bindjes, edhe bindja është ai e guximit apo. Këto janë drejta mes vete. Në një që s'ka guxim, s'ka bindje. Po mund të ketë bindje të mbrëmshme, po s'ka guxim, me shpreh. Ne duan të dyat. I duhet edhe guximi, i duhet edhe bindja apo. Në këtë bindje, këtë guxim e ushqen kush? Njohi Allahu ta zgjat. Edhe njohja kur ne dim se Allahu po të siguron. Allahu po të siguron. Edhe Allahu po të garanton se ka me ta vërtetu. Ti mund me kon konfliktet me këtë familjen. Allahu të garanton, një ke rrugën tim, unë kam të vërtetu më zëdhje se ti e ke pas mirë. A ndodh shumë shpesh herë? Ndodh vëllai shpesh herë. Që me ta pranu pastaj mirë ke pas, atë ndoshta deklarativisht nuk thonë, po praktikisht fillon ka pak më i nut Allahu të zgjat. Kë bën se ti fitove atë. Kë bën se ti fitove. Ti e ke pas mirë kur thashë që shtop. Ose nga njëra Allahu xhallahu ala bën vallahi që hiç na po don mund. Duke qenë kriza caktuar apo njerëzve me e vërtetuar se ajo që kanë thonë na kon mirë apo. E pse na më dhon mundin maksimal shumë ujt. Me e vërtetuar ato që Allah na e vërteton apo. Sigurisht e patëm dhe ende ashtu jek bota për numër nga kriza globale ekonomike apo, dhe si faktor kryesor i kësaj është kamatat. Ata e kanë pranuar heshtrazi edhe një avzë të folën dhe në heshtën. Tash s'është ka pranuar më kamata. Po nëse çajomet problemi kryesor. Fryrja e pasurive në mënyrë të padrejtë, të paqet. Sa këshmona para institucioneve me vërtetuar që kamata është problem kur s'kis besuar. Allah jo që një krizë e vërteton se çka ka thonë filan festiku kur kush heq me pozitë as ekonomist i specializuar është, apo ka kamata u bën sherr njerëzve, ja vërtet Allahu fjalën e rubit tij atë. A nuk thashë kjo bindjen te që thuje. Ana sikur se ka Imam Ahmed rahimullah. Kul bi sunna. Thuaj me sunat. Çu ka thonë pejgamberi? Ti thuje. Bo kia ti vetë se merresh çish i bën s'ka. Po ti thuje, dani se mirë ke pasur. Ka kozë ka njerëz për shemb për muslimanëve. Më bëmë thini musliman me on, hajti haxhi kallzama domat e kamatës. Njerëz dimë ta ngjijë. Njerëz s'di vallahi. Ai nuk din realisht domin e tij. E a bën haram s'bën kurçysh. Po ti pikapot që haram është Allah. Ti domet nuk bëdin, s'diun e domet Allahu ka thonë. Dhe me sigurisht është e keq apo. Apo andaj kuptimi i detit jam te Allah moment tash në këtë bindje. Ti mund me këtë ekonomistë të botës më net përpara apo. Edhe ata këtë me ta shpjegoj sa mirë kamata thosh obet e fllesht është, haram është apo. Po ti bëra një argument, Allahu ka thonë. Sigurisht ka thonë Muhammed Abdullah rahimullahu. Ndodhet që njëri i thjesht për xhamatet njerëz apo. Me një ajet me imposht nimi filozof apo. Ata bin argumentet ku di çfarë, argumentet kësena e gëzimit të Allahut, këtë argumente të mbështjelluar me hamende me dyshim. Apo ai bën një ajet. Qala Allah, edhe lexon këtë punë. Për sa për ty ne që kanë mundu me gjetë rrugën dikun tjetër, në fund tjetër s'ka të kisha me pas besimin e gjyshës tem, baje ki punë mirë kisha pas atë. Gjysha ti çakun e shkret s'ka ditë, po ka pas sigurisht ka thot popullin ka pas etikat atë. Ata nuk kanë ditë delile. Apo dobit agjerimit haxhi ndaj numra, s'dini gratë që janë dobit agjerimit. As shëndetësore, as shkencore, as ekonomike, s'dini këto me t'i kallzuar. Mi po e din që edhe guha gjak me i dole e që e prish. Qëtaja ka ditë me t'a kallzuar. Pe ka u kon kjo, e kush e ka sigurua ato që e këtu po mirëti? Allahu xhallahu ala. A ka thonë që është obligim? Kjo është e mirë aftën. Bindje e ushqyer nga emri Allahut el-Mu'min aftën. Andaj edhe shumë të tjera aftën. Kush e garanton një sot aftën që me dhon fisabilillah aftën. Apo njëri investon, po me dhon fisabilillah. Po shkojnë as po shkuat emri, as po diet kur gjë, as nuk po kthehet me dobi caktuar, kuptim pasurisë kur gjë. Po mjafton që Allah i ka thonë jap ti un ta kthej. Që kjo i mjafton i besimtari me e bëu. Kush e ka ngrit iman din këtë drejtë që me nxirr vetën që ka mujt me fëmijët vet me harxhu, me gruan vet me harxhu, me dhon, nuk të Allahu ose kush e ka siguru? Bindja atin këtë emën, el-Mu'min, ai ka siguru, andaj as përpara. Andaj do të thonë që Allahu ndëruar që njohi Allahu xhallahu ala me këtë emën el-Mu'min, siguruesi dhe vërtetuesi e shton bindjen e muslimanit, e shton imanin besimtarit, që i mundson pastaj me i kry veprat edhe më kualitative me i bë, por edhe në aspektin e sasisë me i shtu veprat.
Prej dobive që dietarët i kanë përmend, do të thotë që shtohen krahas tash dashurisë e Allahut, bindjes në Allahun xhallahu ala, kanë thënë ulemat se shtohet edhe dashuria e madhe e muslimanit për shariatin që e ka. Dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, po veç kjo dashuri me e posaçme që e ka ndaj fesë Allahut azza. Njerëzit për shembull që nuk kanë bindje të mjaftueshme, nuk janë sigurt në vërtetësinë e parimeve të tyre ato. A mundën me e dasht ç'është duhet çat parim, çat metodë që ndjekin, nuk mundën me dasht ç'është duhet. Ta mundën me ushtir. Mirë po, ajo që i bën ata me kon pjesëmarrës në atë program është dashuria për veten e tij, jo dashuria për parimin atë. Në moment kur nuk shet dashuri për veten e tij, ai del, e lën parimin atë. Si kush e po ndodh? Edhe shihet vazhdimisht shkelja e parimeve që dedje kanë qenë, thehen për arsye, asë njëri ka hi në ato parime, në ato rregulla, në ato sisteme, si pasojë e dashurisë ndaj vetes së tij, jo si pasojë e dashurisë ndaj parimit. Në Islam është e kundërta. Në Islam gjithmonë kërkohet apo që veten me e largu, veten me e shkel, veten në kuptim nefsit apo, po në llogarit kuna, në llogari të kujt me shkel veten. Jo, në llogarit do me kallzu krenar, po në llogarit shariat apo. Sa vjen teksti, valla logjika s'ma rrok, shkelë logjikën, apo kjo duhet me dash shumë këtë shariat që njëri me shkel mendën vet apo. Njëri nuk e shkel çka shkallaj kët logjik vetë që ka. Ai po kia s'është shkollon, po s'po, çdo kush e respekton mendimin e tij. Vjen sta rrok ty, thosh heqe këtë shariat. Apo kam babis kanë këtu, edhe këta heqi, i du ball, po këta heqi. Tu dashuri bagje e madhe që ti më thon përparë gjithmonë, kujna, shariatit ndaj mendjes tonë, ndaj familjes tonë, ndaj rrethit tonë, ndaj interesave tua, ku duhet dashuri shumë e madhe. Pe kamer këtë dashuri. Se Allah të ka siguruar se kjo rruga e vërtetë apo. Andaj sa më tepër nisi e ki sigurt kët, më tepër bën për ta. Se kjo është më e mira mundshme. S'ka tjetër. Çdo stacion jashtë është errësi. Veç që tu kush ka ecë, sigurisht se ka të sigurohet se ka mri ku duhet atë. Kur kush me fjalë babgjyshit s'ka shku në xhenet atë. Jo, pse janë kon babgjyshit? Anqyse babgjyshi ka pas fjalë të Allah xhallahu ala, po valla. Po kanë shkuar. Andaj dashuria e madhe, kur e shohim se ky shariat e siguron njeriu në fenë e tij, e siguron njeriu në jetën e tij, e siguron njeriu në pasurinë e tij, e siguron njeriu në familjen e tij, në nderin e tij. Kush i harun nderin në amirë së shariatit? Kush i harun familjen? Kush i harun gruan në amirë së shariatit? Kush? Asnjë sistem. Ne don këtë fe, për shkak se ja don të mirën e familjes vet. I harun gruan e vet, i harun fëmijën e tij. E don shariatin njëri për shkak se harun pasurinë. Ai është marrë me dash pasurinë më së shariatit. Nëse shariati të harun pasurinë, mos më kon shariati, pasurinë është kon këtë diçka tjetër. Është kon këtë ndryshë tjetër. Andaj kush ta rrit pasurinë më mirë, dhe të mundson me përfitu më shumë prej saj se sa mësimet e shariatit askush. Andaj a don këtë? E don. Prandaj siguria që e siguron njëri nga ana e shariatit e bën që të ndihet krenar dhe e bën që të ndihet rahat i sigurt dhe ta don sa më shumë këtë shariat që Allah xhallahu ala e ka ndëruar me të. Për asaj që duhet këtë reflektim tek ne, thash na është dashurinë e Allahut, apo e përmendëm edhe çështën e imanit dhe bindjes, e treta dashurinë ndaj fesë, dashurinë ndaj namazit, ndaj xhirimit, me dashur, me shpirt me i dashur. Jo veç pse është mundësi më afru tek Allahu xhallahu ala, por për shkak se është për të mirën tonë dunja në ahiret, nuk ka mundësi më u pastru shoqënia nga vesë të këqija përse me namaz, përse me zakat, përse me haxh, me xhirim ekstremal. Andaj i dojmë këtë dispozita, i dojmë këtë rregulla. Dhe për aq sa i dojmë këtë rregulla, e urrejmë të kundërt në tyne. E këtë mund të arrim nga njohja, dhe kjo duhet të jetë reflektim i emrit të Allahut el Mu'min në zemrën tonë. Tjetra që e marrim për kësaj, do ndikimi apo kuptimi i këtij emri në raport me neve. Dhe ndikimi i këtij emri në zemrën tonë është se sa më tepër dhe ndërore kuptojmë këtë emër, aq më tepër do të pajisemi me sabër në sprova. Apo? Nëse nëse njëri din se Allahu xhallahu ala nuk i ka bëu zullum. Pa drejtësi s'ka. Kur kush pa drejt nuk të bën.
e para. Çato që e ke marr, çato që të godit është tamam çu ti e ke meritu. Madje lyp më shumë, po Allah s'ta ka thënë. A që ky minimumi që ta ofron emri Allahu el Mu'min? Po, veç kaq me kundër me sabër. Si ka bën? E paramendoj kur ky që të ka siguruar se nuk të bën zullum, ta qel një dirë tjetër sigurisë dhe të thotë. Ti e ke lyp çështot. Pa kur gjë, hiç, veç me ta thënë që to e 0-0. Apo e ke lyp ta kanë thënë. Apo bom në fjalë 0-0, sa pat për begati tjera meriton ti pat me të godit, po s'të godit Allahu xhallahu ala. Tash paramendon kur ai që të siguron se s'bën pa drejt. S'bën pa drejt. Keç ka ta ka quash me drejtsinë e tij. Ta qel një derë tjetër të sigurisë, duke thënë se nëse sillesh ç'është duhet, për kët nuk e bën anë dënim, apo po mundësi dhe bën për problem me të paguar. Në njëri me qunë burg, ka vra 15 vjet burg. A pajtohet? Po. Ka bo, e din që ka bo këtë punë. A i mund më shtirë, më rejtë, po mrena bitë e tjërë se, po, që shja, komplitë dhe ma shumë. E ta shparma këti mi thonë qëre, qëto që e ke marë qëto, e ki për të, po e di, po rri qëto s'kam që ka me bo. Mirë, që se rrinë që shduhet apëton, për çdo dhe që kena e tu, ka një mjerë të jepë më për. Që a i dëpsohet, a i ligët sabër e këti, për që për Rimburg? Këto s'u bëj sabër, Allah me thonë, ja, këti i kështot, thot që se vrash edhe një. A thot që, që kjo logikisht, kalzomni. Që shto logikisht, me bo vërsh me ty, me njësia drejtësisë. A e në burg që tash? Me ton, për neve, pa të shimë, nuk është parja, se me ton e ki bimbazin në burg, apo e në mësu ta jelë me 4 vjetë, e në nëshkru në shumisa për muslimanë, po për të më thonë që, në kuptim dunjas, të krimin e ke bo, ki mu dënu se ki mu dënuaj, është e pashmangshme. Po në që se ki sile të saktume, nuk e bojmë dënimin. Dënimi anullohet, dërsa aja që e ke pretu së dënim, e shëndrujmë në pagesë, pash problema. A të rështon sabrin kjo? Po, valla. E kush për më siguran mu që i kjo që shtut? Cila ministri? Asë një ministri, asë një shtet. Emni Allahu të elmomin, pa të siguran. Apo? Allahu pa të siguran me emni ti elmomin, sigur të ki, që se bën sabër, që është duhet këtë sprovë. Edhe pse që të këgodit, bima këse bete i dikum, që që keni lip është përshkaktjuve. Por me gjithat, Allahu të siguran se në qofë se sile që është duhet për balë kësoj sprove, dhe në qofë se vepran që është duhet për balë kësoj që të këgodit, krejt që ka të këgodit, pagu është përblesh për të apër. Asa është veç që këj emën, motiv i mjaftushëm për sabër, heq të mos me pas kur e të tërë. Veç që këj emën e Allah Gjallera, a nuk është motiv i mjaftushëm për sabër? Wallahi po, pa dyshim se po. Në kjo në reflektim i rëndësishëm dhe dobi e domosdoshme që duhet ne ta vjelim nga kuptimi i drejtë i emrit të Allahut el-Mu'min. Dhe e fundi që dua ta bëj është, do thotë që besimtari që është i sigurt nga Allahu xhallahu ala, duhet që të tjerë të jenë sigurt për ti. Sigurt sikur se kemi thënë te emri Allahut es-Selam atje. Sigurt nga gjuha e tij, sigurt nga sherrri i tij, sigurt nga veprimet e këqija të tij. Ana sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith e njërë duke u betu 3 herë, se nuk ka besua i njëri. Ka në kush e Rasulullah, ka në ajë që fëqiu i ti nuk është sigur për ti, së rahat. Ande ka thonë pejgamberi s.a.s. dhe nërruar, që ajë që bën amoralitet me vazin e fëqiut, ose me grun e fëqiut, është me e keqë se 10 tjere me bu pak më larga. Këse kjo është edhe amoralitet edhe premje në besë. Apo ajë të ka siguru, ka një sigur se kështi vëse me rujt, e ke premje në besë, ose ajë ka kjo është e keqja më e madhe. Andaj muslimanët duhet me kon ai që i siguron tjetër nga sherrri i tij. Edhe në aspektin moral të tij. S'na u dubla dikush ta ka besu mësimin e dikujt, dikush ta ka besu, diçka të ka besu, edhe ke prem besë, kjo është më e keqja më e madhe. Se suprit. Apo po me vjedh dikush për shembull, kalon dikush një kerr qel, dera qel, ai merr, ajo vjedh, edhe kjo hajni është haram. Po te ke fundit është e pritshme se kalon derën qel Allah. Apo po dikujt ja ke besu diçkafin. Ja ke besu. Edhe çdo të ka mashtru, kjo është më e keqja më. Për çata për shembull në xhenem njerëzit nuk kanë me mallku tregtarin se e marrin vetëm në xhenem me pas kashit mashtret mollën apo. Allah e mallkoft. S'ka mallkim për çmim me më marr, se më kam këtë ku marr vesh. Këtë ku marr vesh, ditën e gjykimit, am ke marrë në çmim, am ke marrë në mall, këtë ku marr vesh. S'ka mu do rob te Allah xhallahu ala, po u kthi haku çdo kujt. Kthia ke shit që të let 10 cent apo e ke rrajt njëra, se kjo s'ka bo 10 cent. Ti ja ke shi që to 50 cent, kjo s'ka bo, këtë komu donë që është ato.
Asë është dita drejtësisë. Madje e dini, delet, njëra ka pas brina, tjetra s'ka pas brina, kjo pa brina në këtë dunia s'ka mujt me rrugë të me brina, s'ka mujt. Po jo më kujam Allah ja merr brinat sone, ja çet kësaj, no? Se ja ka pa kësaj dhe kësaj, ata shtir rrok këta me këto brina. A u rrok, u pasllës, kunu turaban. Bën të zhdhëse kafsh do të më bëj. Ama s'ka as kafsh më bëj, pa u marr haku çdo kujt me çdo kujt. Tash para më na, domthon, në xhenem njerëzit e marrin vesh. Para na kur është subhanallahu, ti pas ke rrit mua, ti s'ka mallkim për rana në dunjë. S'ka, nuk gjon në Kur'an që mallkohen apo mallkohen njerëzit pse më shit se shtrajti këta Allahu dënohet më shumë. S'ka kështu se ato janë të pavlera, veç Allah e bën për drejtësi. Ama njerëz kjo që bën për shtypje mund të kemë apo. Por as e më nxirr hak po. Këtë aspekt po. Nëse aq ka mallkuar më shumë, se kjo domon që kjo është e lehtë, këtë vetë sira. Por e vetme që gjë që kanë më mallkuar xhenem me njerëzit apo që ata që njerëz u kanë besuar aty në udhëzimin ka Allahu i kanë çuar në xhenem atë. Ju e kanë besuar që këna kazoni hajt këta tregtori rran normal është atë. Ky mashtron këta është e prishur me këtyne apo. Edhe pse këta kanë paguar çmimin aty. Ama ty ta kanë besuar me na çu të udhë Allahu të xhel, ty ta kanë besuar zemrën tonë, na ke pruçi to. Andaj kam e kërkuar që Allahu më shtojë dënimin atë. Ose kam e thonë, se kështë ka në surën Al-Furqan, na i vendos nën këmbë të tona atë. Ti shkelëm. Ka se na kanë shkelë, na kanë rrejt. Prandaj ati që kanë besu fëmijët tonë, më na i mësu në shkolla, edhe na i mashtron fëmijët atë. Çaj ka mallku më shumë të xhenem atë. Ka se të prishme për rrugë më na i prish fëmijët. Po më na i prish moralisht fëmijët në shkollë mësuesi. Kjo është të mirë atë. Profesori, mjeku, hoxha, filoni, fisteku, kjo është merë. Kjo është merë. Andaj, sa ma te për njerëzit kanë sigurit e dikush, aq ma te përgjësia, bie mbi te për me i siguru njerëzit. Edhe na Allah zëndëruar. Neve njerëzit ndoshta mund me pas parëgjëkim për neve. Pa te në sigur se këta që janë me këtë pamë, me këtë dukje, këta së rajnë, këta së mashtrojnë, këta së bojnë keq, apo? Dhe ta beson kacën e esër në punë, edhe ti e vjedha. Apo? Ajt ka siguru në pasun e ti për shkak të pamjes tonë, për shkak të imanit tonë, dhe e ke të rathu në emën të imanit, kjo është të mirë, me mas më bunjerë, ma mirë me dek, apo se me marë të që ke marë. Pi unit apo. Hanje në gjërash është e keqe. Mirë po, me prem bez dikën, se të ka besu për shkak të imanit, se në gjë kush jeti, as të në gjë baba, as në kur gjë. Pse të ka besu? Ky falet apo. E për shkak se falesh të ka besu, dhe pasaj që të e prem bez, kjo është më e keqe më. Andaj këtë do të më marrin me siguru, që se njerëz na konsiderojnë neve, se na janë siguria aty në për shkak të imanit ton, siguria aty në moralin e tyre, siguria aty në fenë e tyre, se na sirrajmë ata për fe. Siguria aty në pasurinë e tyre dhe na i rrajmë për këtë punë. Kjo është domosdoshmë që dëshmon një ignorim dhe ignorancë totale për njohjen e Allahut xhallahu ala. Andaj emri Allahu te lëmon në mëson se do të tjerë me siguru nga dora jonë, nga gjuha jonë, me siguru nga mashtrimi për anës tonë, nga falësi jonë, me siguru njerëz nga ignoranca jonë, nga gjehel jonë, nga bërlogu jonë, siguraj. Ose mos u fut me ta në asnjë bashkëpunim, ma mirë, në rahat. I po, sa vinë ankjesa, dje, ose par dje, një vëlla musliman, apo punëtor të një vëlla të tërë musliman, edhe ma përshkujtë, së të në gjaku është e vëlla musliman, po ma përshkujtë me mjekër të madhe, me mjekër që shtu e falen sa të pare, falen sa të dyte, falen që shtu dhe në tonë këtonë, po, vëllaj, veç do forma të zëllume që me përmene, me të vërtet është, menoj që edhe drejtësin ndajti dhe me pas ma kujdes shmjallë, forma të zëllume që përmen kjo apëton, skeles, drejtave, kështë më radhë, është më radhë asë pas më koni sigur muslimani për te, pas më koni sigur në mundin e ti, jep mund sërë të sigur që ja pagu në esër, jep mund sërë të sigur që e jashtë përblen, ja beson punën sërë të sigur të punë dhënë që ja krynë që shduhet, sërë të sigur të zinë, gjithë në tre mërë se mësë ma prish. Ha që kjo muslimani, jo dhe lenje sigur, ja me reali, ama kur të mersh dhije që dikush duhet mundi i sigur, a ka marrë që kjo, u kry puna. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
kur e ka thënë Muadh ibn Jabelin, vallahi ky dërgim është, vallahi e ka thënë Muadh ibn Yemen, te ehli kitabi e ka thënë atje. Edhe kurse ka thënë mos e sa me ky çfarë bën Muadh atje. Ja ka thënë Abu Musa al-Ash'ari minimum për gjykim se Abu Musa al-Ash'ari ka më njëor në qada. Ka thënë atë se i vjen aty në. Ama si ka thënë vëzhgues, çure mshaft, çu po shikoj, mo o do të bëj shkolla. Leo, u dek pejgamber sa më s'ka bëjt gale më për Muadhin apo. Andaj kur të qesëm dikon sikur se kemë, ti çto të kenë vendosur. A bën me kon sigurt për ti çto që s'na vjen shtërë Allah për shtuaj. Që kjo është kuptimi i temë të mu'min. Që kur të vendosësh dikun, të besohet diçka, ti jetë me kon sigurt se peçi se janë me len Allah xhallahu ala, ti gjallë zvën e keqja. E ndrofshin, që të shkart. Më bu me dek, tani po, depërton. Mi për sigur se ka onë ulemat hadith, përderisa ulemat e hadithit, apo janë kufet e dinit, flanë e rahat jo për shpifi vaptën. Ti rahat rrë, mas e ki gale, se dikush të nejtë qut, apo për me i pasru gënjeshtet nga fjate pejgamberit s.a.s. Dikush të flanë, dikush të nejtë qut natën që ti me barë fen e pasë që kërë du. Ti flanë rahat, ama që ata që jo këna besu që to, që na po kujtojnë që ata po punë që shtot, ata më na prembes, kjo është mirë me madha vaptën. Ne duhet që ta kuptojmë drejt përgjegjësinë që e kemi besuar tona. Gjithkusht në vetën. Edhe pse thash me dallime, po në shoqni na e kemi. Këtë nder që Allah na ka ndëruar, por edhe përgjithësi. Apo njerëz na kanë besuar. Ti shkon të pamë, vepse ki mjekër qesën hade ka dhënë diçka. Apo do mjekra jote, pamë jote, namazu që falësh, apo është një falloj sigurie për ta që kysh na mashtron. Edhe më thua tani ti me këtë për këtë situatë, kjo është subhanallahu 3 fish dënim më i madh se që duhet më allon atij që bën me një fish atë. Edhe ky është kuptimi i drejtë që duhet ta marrim nga emri i Allahut el mu'min, edhe me këtë edhe e përfundojmë për shkak se edhe koha ka skadu. Elos Allah në manduar që na bën neve të sigurt në raport me Allahun xhallahu ala. Ne pa Allahu sigurinë fen ton fillimisht jemi të sigurt se Allahu na mund Allah na marr, por ne jemi të sigurt me veprat tona se ecëm si duhet dhe jemi duke zbatuar atë që duhet. Dhe Allah në lutje që të tjerë të jenë sigurt për gjuhës tonë, të jenë sigurt për punëve tona, të jenë sigurt për veprave tona, të jenë sigurt për çdo gjë që na mundemi me bën raport me të tjerë. Edhe lutem Allah që të na siguron nga sherri i tjerëve, na ruan nga sherri i keqbërësve, qëllimqenive e të tjerëve nga ziliqartë, zullumqartë, ndryshëm. E deri në takimin e ardhshëm Allahu i shpëlbeft sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.